Padyshim, deklarimi I komandantit misionit paçërus në Kosovë, KFOR, për ministrave të mbrojtjes anëtare të NATO-s, pra është dëshmuar se veç e qartë e punës dhe angazhimit të misionit, pra nuk ka ndonjë passiguri apo nuk ka ndonjë ekskluzivitet në aspektin asaj se si dhe për çka ka deklaruar. Rrethonat janë të qarta, rrethonat janë të parashikueshme, sepse është të qartë që kriza në Kosovë është krizë politike dhe asesi e sigurisë. Prandaj edhe deklarimi I komandantit të KFOR-it pikërisht në këtë konstelacion dhe në këtë frym ka përshkruar qarta që Kosova dhe Serbia do duhet që padyshim të këtë arrijë marrëveshje bilaterale ku në qendër është një reciproke dhe njëkohësisht kënë njohje e menizon çështjet e krijimit të një fragiliteti në aspektin e sigurisë në Republikën e Kosovës. Po se a kemi mundësi që në të ardhmen kemi Bajnska 2.0 apo do kemi ndonjë formë më ndryshe, kjo mbetet për të parë për të analizuar sepse ne dimi të qartë që Serbia në formën dhe mënyrën e veprimeve të saj ka asimetrike, përmes formave të caktuar të cilat e tekalojnë pjesën konvencionale të aspektit ushtarak të sigurisë, përdor elemente terrorist, përdor elemente të njësive diverzante veçvuese apo ndonjë operacion diverzant për të infiltruar brenda hapësirës të territorit të Republikës së Kosovës për të kryer ndonjë aksion, siç të rasti në Bajnskë, për të shkëputur tërësinë territoriale të Republikës së Kosovës, por njëkohësisht në anë tjetër për të goditur infrastrukturën kritike të Republikës së Kosovës.